veçanërisht atyre që e kanë për herë të parë. Ne kemi diskutuar në konferencë kryetarësh punën e mbledhjeve të përbashkëta me Komisionin Parlamentar për Nismat Qytetare, monitorimin e institucioneve dhe kemi rënë dakord që do bëjmë mbledhje të përbashkëta. Por kjo nuk nënkupton që ne do të presim kur ata kanë kohën e lirë apo hapësirat e tyre, pari sepse ata do duhet angazhohen në raportimet në 10 komisione parlamentare, është çështje e tyre, organizimi i tyre. Ne kemi një kalendar të miratuar nga seanca plenare që cakton afatet se kur do të shqyrtohen projekt rezolutat dhe kur do të bëhet raportimi i institucioneve në seancë plenare dhe duhet ndjekim ato afate që ka caktuar konferenca e kryetarëve dhe seanca plenare në kalendarin dhe programin e punës kuvendit për 3 javët në vijim. Madje unë çmoj që raportimi i AMAS është lënë në një kohë të vonë, edhe për faktin që ju theksuat, zonja kryetare, që ne jemi pothuajse me 6 muaj vonesë nga raportimi që rregullorja e kuvendit dhe ligjet specifike të institucioneve detyrojnë këta institucione për të raportuar në kuvend. Pra ne do të përgatisim rezolutat dhe rekomandimet për vitin 2025, ndërkohë që po përfundon viti 2025. Pra praktikisht që kemi lënë institucionet pavarura apo atyre të krijuara me ligj vetëm 2 muaj kohë për të përmbushur rekomandimet e kuvendit për vitin 2025. Prandaj nëse do ishte mundur dhe për të kapur afatin që ka caktuar kalendari datën 16 të shqyrtimit në seancë, raportimin e AMAS ta afronim në një datë ndoshta më të afërt. Kjo sa i takon kalendarit. Së dyti, unë besoj që veçanërisht fusha e të drejtave të njeriut, që është një fushë shumë e gjerë, deri dje ka qenë pjesë e Komisionit të Ligjeve. Për fat keq, edhe pse për nga rëndësia do duhet ishte primare në punën e Komisionit të Ligjeve, ishte lënë pothuajse në harres. Dhe e vetmja punë që bënte Komisioni i Ligjeve sa i takon drejtat e njeriut ishte kur ndonjë prej ligjeve prekte fushën e drejtave të njeriut. Unë mendoj që përveç anës burokratike edhe procedurës parlamentare të shqyrtimit të ligjeve, ne këtë komision do duhet bim dakord gjithë, besoj edhe kolegët e mazhorancës janë dakord, që t'i japim tiparet e njerëzores, që do të thotë se cili qytetar i Republikës Shqipërisë që ka një shqetësim real në respektimin e të drejtave të njeriut, të ketë një mekanizëm më shumë për ta përdorur në përmbushje të drejtave të tij themelore dhe që ja garanton Kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Pra ne do të jemi realisht në një mekanizëm i gjallë, pra jo burokratik, qytetarët na shikojnë nga televizori që ekziston një komision parlamentar për drejtat e njeriut, por të jemi një mekanizëm ku qytetarët i drejtohen, ne i trajtojmë shqetësimet e tyre në raport me respektimin e drejtave të njeriut dhe sigurisht pas diskutimit bashkarisht në këtë komision kemi mundësi edhe për t'i adresuar në institucionet përgjegjëse për t'i trajtuar me përgjegjshmëri dhe për t'i kërkuar llogari se çfarë po bëhet me respektimin e drejtave të qytetarëve. Kjo do të ishte, besoj unë, sfida që ne kemi gjithë bashkë edhe për faktin se do të ishte hera e parë që do të funksiononte ashtu. Kuvendi e ka këtë detyrë, secili prej nesh deputetëve dhe përfaqësuesve të qytetarëve kemi këtë detyrë, pra për trajtuar shqetësimet dhe ankesat e tyre, po për shkak të volumit që ka patur Komisioni i Ligjeve, praktikisht kjo nuk është kryer asnjëherë. Prandaj kjo është sfida jonë e gjithëve. Besoj që kam mirëkuptimin e gjithë kolegëve, përfshirë kolegët e mazhorancës, pra pandasi politike, qytetarët nuk kanë, po themi, ndasi politike, u bëhet fjalë për respektimin e drejtave të tyre themelore. Ne duhet jemi gjithë bashkë në mbrojtje të tyre dhe e përsëris si një mekanizëm real që ata e kanë në dorë për ta shfrytzuar. Sigurisht pa bërë politik, unë besoj që me drejtat e njeriut nuk ka asnjë arsye për të bërë politik. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Bardhi, bie shumë dakord me ato që